Sepse edhe ne si shërbim zjarr fiks, zjarret në banesa i kemi tejet vështirë. Vërtet. Sepse janë vetë, po. Në zonat të thella apo kudo? Kudo zjarret e banesës janë vështira. Dhe prandaj, e bëj edhe si këshill, që çdo person që ndihen rrjedhje gazi ose që gatuan me bombë gazi në shtëpinë e tij, në rast se ndjen era gazi, unë u jap një metodë më të thjeshtë. Mos prevoni me çakmak, me mjedhe ndese. Prevoni thjesht me një sfungjer, me ujë, me sapun, dhe në rast se krijon bulza, atëre ti do mundohesh të mbyllësh me njëherë ventilin e bomblës, do bësh ajrimin e të gjithë banesës, dhe nuk do bësh asnjë lloj ndezi edhe të çelësit të dritave, sepse ajo krijon shkëndijë. Dhe me njëherë duhet njoftohet shërbimi zjarr fiks. Çdo vonesë që krijohet për mos njoftuar shërbimi zjarr fiks është pasojë fatale. Sepse vetë në ambientet e banesës janë shumë gjëra që diqen. Janë tesha, janë tapeta, që krijojnë një... Edhe tymi është me vështirë nga flaka në banesë. Tymrat janë më të vështirë nga flaka. Nga djega e gjithë. Nga asfiksia, thëmë. Nga asfiksia, bra. Dhe në rast se do ketë si fëmijë, apo të paralizuar, apo kështu, duhet bëhet evakuimi direkt i tyre, po duhet njoftohet shërbimi zjarr fiks i parë, që është 1-2 është pa pagesë për gjithë qytetarët, sepse e vështirëson më tej punën tonë. Cilat janë gabimet më të shpeshta që zakonisht bëjnë qytetarët në banesat e tyre, kur gatuajnë me bombull gazi? Unë nuk do t'i quajja gabime, do t'i quajja neglizhenca. Neglizhenca? Neglizhenca, një neglizhencë. Nëse se kam herën e parë që gatuaj, për shembull. E thjesht. Jo vetëm te bomblat e gaz. Neglizhenca është edhe tek sobat. Pra, kontrolli periodik i linjave, i instalimeve elektrike, është i domosdoshëm. Që në Shqipëri shumë rrallë ndodh. Është neglizhencë. Dhe nga neglizhenca vjen pasoja. E këto pasoja janë fatale.